luftoj. Mirë, marrim besoj telefonata, për ju vërtetës shumë edhe gjatë kësaj jave keni bërë pyetje më mënyra me mirë. Është drejt për drejt në fakt me zotin Hoxha. Urdhëroni, përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje, nëse keni pyetje për bonusin ose eksaktësisht kompensimin që jep qeveria. Mirë mëngjesi, zonjë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një pensioniste që tani sa kam dalë në pension, po dua të flas. Kam 10 vite punë, kam qenë normiste në kooperativ, a më njifen apo jo? Kooperativat përbleshin me ditë pune atere. Po? Përshëndetje o Denis, kooperativat përbleshin me ditë pune atere dhe mua dua ta di, a futem në këtë, në llogarit tjetër apo paguajmë si punëtore? Atëherë është shumë e rëndësishme që në informacionin tuaj, zonjë të deklaronit dhe të tregonit se sa vite pune ke gjithsej, pjesën tjetër, veç asaj të kooperativës, se me 10 vjet nuk del në... Po? 23 vite pune, jam me pension të plot. Kam 30 vite e ca muaj kam në mjekësi, dhe atëre kam qenë normiste në kooperativë, po ne shpërblesim me ditë Dëgjoni zotin Hoxha. Pyetjen, juve pavarësisht se keni punuar në kooperativë, kuadrët gjithmonë emëroshin nga komiteti ekzekutiv, pra ke vendim emërtimi, të cilën ti e ke marrë titullin normiste ose ekonomiste për punën që ke berë, dhe pavarësisht se punonit me ditë pune në kooperativë, si pas këti regulli, ju jeni shpërblyer me 50% nga shteti etërën dhe 50% me të ardhurat e kooperativës. Kështu quhet dhe quhet punë shtetërore. Gjithë vjetërsia e punës që ju keni patur në historinë tuaj kontributive, zgjidhet punë shteti. Pra, pensioni juaj është i plotë, dhe nëse është më pak se 20.000 lek, juve përfitoni bonusin për 18.000 lek. Nëse kaloni me ato llogaritë, atë tavanin që ka vendosur qeveria me 20.000 lek, nuk fitoni asgjë. Po zonjë, ju keni dalë, keni marrë pensionin e parë, apo? Sa ju ka zënë pensioni për të? Urdo? Unë kam 375, po nuk jam dakord me ça koeficienti më llogaritur, se mirë, shiko. Jo, mos ngatroni gjërat e tjera, shiko. Ja dëgjoni pak zotin Hoxha, të lutem, që të marrim dhe me që ke qenë edhe ekonomiste, pra e fushës, po themi, pavarësisht kësaj juve keni nuk keni njohuritë për të shikuar se si ka llogaritet një pension, se ka ca veçori e cila merr atë që thatë juve. Nuk mund të bëhet pyetje këtu për shembull. E ka marrë në gust. Këtë pyetje për shembull, kë koeficient më kanë marrë mua, sepse ju trajtojni me koeficientet e vitit për të cilën ju keni dalë në pension, kalkulojnë ato dhe nëse ke paqartësie drejtohet në degën e përfitimeve për ta shkuar, jo për bonusin. Me gjitha këto të dhëna ju merrni bonusin për 1.800 lekësh apo 18.000 lekësh. 18.000 lekësh. Zoti Detnis, nuk e kam te bonusi, unë dua si mund të llogaritet, dua koeficientin. Se tani në ca grupi futem. Okej, se ka mundsi. Zoti kujtim, më jap një numër dhe të vete në studion e tij dhe të flas me të. Në rast se do kesh mundsi. Nëse juve dispononi fotokopjo të dokumentave që keni dorëzuar në sigurimet shoqërore, mund të vini atje. Unë kam një zyrë përballë poliklinikës numër 9, në kryqëzimi 21. Nuk e kam të bonusi. Jo, ju kuptoj, të lutem zonjë, se do marrim dhe biseda tjera. Po ja thot zoti Hoxha. Si është llogaritur të marrë letrat, ti shikoj dhe të them. Po, si numër pastaj do e të shmëndi gjithë Shqipëria, po ju thot besoj ambientin edhe njëra adresë. Rrugë e Kavajës, përballë poliklinikës numër 9, mund në stacion e autobusit. Po të vini aty. Faleminderit zonjë.